Ju përshëndes, mirë se erdhët. Diskutuam një javë më parë për rëndësinë e farave autoktone, varietetet që janë në Shqipëri dhe në momentin që u publikua, pra u shfaqe dhe emisioni, u publikua edhe video në YouTube, reagimet ishin të ndryshme. Kishte nga ata të cilët e konsideronin me rëndësi, pra që të fuqizohej dhe të mbështetej në nivel institucional, pra kultivimi i farave autoktone, por kishte edhe nga ata që besonin dhe argumentonin që sektori nuk mund të fuqizohet, pra sektori i bujqësisë nuk mund të fuqizohet përmes farave autoktone dhe se përdorimi i tyre normalisht duhet ishte i kufizuar. Mbi këto do të flasim sërish sot. Unë kam kënaqësinë edhe privilegjin në të njëjtën kohë që të kem në studio profesorin Robert Damo. Profesor, përshëndetje. Kënaqësi që ju kam. Përshëndetje dhe kënaqësia është e imje për ftesën që më keni bërë për të marrë pjesën në këtë emision. Ju falenderoj edhe për prezencën tuaj në këtë studio, sepse profesori është pjesë e Universitetit të Korçës. Panolit Korçës. Të Panolit në Korçë. Profesor, dua ta nisim bisedën në fakt me atë që ndodhi pas emisionit që ne realizuam një javë më parë mbi rëndësinë e farave autoktone, bankën gjenetike në Shqipëri. Dhe faktin që më bëri përshtypje, sepse në vetvete ajo çfarë ishin pritshmërit ishte që janë fara autoktone, do të thotë rikthehet shija më pashme, janë produkte të sigurta, nuk kanë shumë kosto, por ndërkohë shija është e pazëvendësueshme. Por kishte nga ata të cilët besonin dhe argumentonin që farat autoktone nuk janë një zgjidhje për sektorin. Cili është mendimi juaj? Është e rëndësishme të kultivohet dhe të mbështetej sektori i bujqësisë tek farat autoktone, apo duhet jenë pjesë integrale? Unë jam që tradita duhet të ruhet. Si në të gjitha veprimtarinë njerëzore, tradita është traditë dhe duhet të ruhet. Ashtu siç ruhen veprat arkeologjike dhe janë një pasuri e pazëvendësueshme për çdo kom që i ka ato, pak a shumë tilla janë dhe farat autoktone. Janë një pasuri që duhet të ruhet dhe duhet të zhvillohet. Megjithatë, do të më që se do të ndalem saktësisht në këtë argumentin ose pyetjen që shtrohet juve, mund të them sepse janë të dyja domosdoshme, dhe farat autoktone dhe hibridet e reja. Hibridet, po. Në ekonominë e tregut, e orientuar drejt madhësisë prodhimit, patjetër që duhen hibridet. Por për cilësi, ashtu që përmend dhe juve, janë pazëvendësueshme farat autoktone. Veç cilësisë kanë dhe disa karakteristika të tjera, për shembull përshtatshmërinë ndaj kusheve të mjedisit. Po, sepse i kanë rezistuar edhe. I kanë rezistuar kohët. Në kuadrin e ndryshimeve klimatike, ato kanë treguar që janë rezistente dhe janë përshtatur në kushte lokale ku janë kultivuar. Dhe si tilla janë superiore ndaj hibrideve. Surprizave që mund të na rezervoj motin, në kuptimin që ajo çfarë ndodh dhe sot ndryshimet klimatike janë sfidë më vete. Edhe ne kemi parë që ndryshimet janë nga viti në vit. Janë fara të cilat i rezistojnë këtyre ndryshimeve? Një pjesë e tyre janë të sigurta që i rezistojnë këtyre ndryshimeve. Kur them një pjesë, duhet të them që ka dhe varietete që mund të preken dhe kanë filluar për shembull të tregojnë edhe luatje në prodhim vitet e fundit ka ndryshimeve klimatike, por ka dhe varietete që janë tërësisht rezistente dhe janë kultivuar historikisht në zona pa ujë ose pa ujitje. Pra i kanë qëndruar. Ato që i mbjetojnë le të themi i kanë qëndruar stresit të asfjera. Janë të predispozuara që në rajon e Korçës ose edhe në rajon e tjera. Po marrë shembull rajon e Korçës. Misri i Prespës. Është një misër vendi, shumë i vjetër. Ai kultivohet dhe është kultivuar historikisht pa ujë. Nuk shuhet për rendimentet larta, por ka prodhim të qëndrueshëm nga viti në vit dhe ka cilësi. Banorët për qëllimet ushqimi për familjet e tyre, atë varietet, pra vendas, nuk e zmënsojnë me asnjë tjetër. Si ajo ka fasulë të tjera, ose ka misra, për shembull një lloj misri që quhet misër Xeriko, në zonën e Përmetit. Vetë emri Xeriko do të thonë misër pa ujë, ose që kultivohet pa ujë, dhe është shumë rezistente ndaj atmosferës. Pra varietetet tilla meritojnë vëmendje për t'i ruajtur, mbas edhe për t'i përmirësuar pastaj për t'i futur dhe në sipërfaqe më të gjera prodhimi. Thonë kështu duhet të ketë një lloj kategorizimi, pra ato varietete të cilat kanë treguar që mbjetojnë dhe rezistojnë përballë këtyre kushteve, duhet të jenë varietete të cilat duhen të shihen me prioritet
Po, mund të shikohet me prioritet dhe mundet që në zonat të caktuara, ku ka dhe vështirësi për shembull në teknologjinë moderne, për zbatimin e teknologjinë moderne, me mekanizim ujitje, sepse ne dim që jo gjithë zonët e Shqipërisë mund të ujite, për shembull. Dhe në zonat kodrinore, malore, të cilat ku ujitja është shumë e vështirë, këto janë varietete për mua të pazvendësueshme. Me hibridet aty mundet të dështosh, në çdo rast që mund të mbjellësh, sepse hibridet pa ujë nuk besoj se mundet të rriten dhe të kultivohen dhe të japin rendimente në duhura. Rendiment, produkt, se ajo ka rëndësi në fund ditës. Profesor, ju I keni qëmtuar të paktën në rajonin e Korçës, në krahinën e Gorës veçanërisht, sepse ne do ndalemi nëse ka apo jo, le të themi, një katalog të varieteteve autoktone për rajonin e Korçës, por fillimisht në këtë botim që ju keni publikuar, që I referoheni varieteteve autoktone në krahinën e Gorës, sa të tilla janë identifikuar pra? Që është një botim I realizuar edhe me 2 autorë të tjerë. Një bashkautor të fakultetit tonë të bujqësisë, fakultetit bujqësisë të Universitetit Korçës. Ne jemi fokusuar aty vetëm në krajinat, që quhet krajina e Gorës, në zona e Lozhanit e Maliqit, në ata që nuk e njohin. Po të paktën janë rreth 26-30 varietete autoktone molle, dhe aty jemi përqendruar më shumë molla, dardha, ose në dru frutorët, dhe më pak në kulturat e tjera. Veçanërisht zona e Gorës është shumë e pasur me varietete autoktone, molla dhe dardha, të cilat mund të kenë të paktën 100 vjet, që janë kultivuar dhe vazhdojnë të kultivohen në atë zonë. Ka arsye për këtë? Pra që I kanë qëndruar besnik ndoshta vendas? Sigurisht, përderisa aty janë akoma këto varietete, nuk janë plantacionet gjera, to e sepse janë zona kodrinore malore dhe fatkeqësisht një pjesë e tyre janë prerë, janë dëmtuar, janë prerë, po e them, për dru, që janë bërë gabime të cilat nuk duhet të kishin ndodhur. Nuk besoj që kanë qenë të qëllim? Që nuk e, rëndësi ka, do të më, rëndësi ka dëmi është bërë, të sësi. Për dëmi, do të më, cila ka qenë arsye, ose shkaku pastaj është tjetër problem. Nga padia apo nga... Ajo është tjetër problem, por ende ato varietete ekzistojnë aty. Ka dhe disa, për shumë varietete dardha, të pak në 3-4 që ne u munduam për t'i gjetur, na I përmendnin fermerët që ka qenë dhe ky varietet dhe ky, po ku ka zorë se mund të gjeni. Ka dhe varietete që janë zhdukur. Dhe veçanërisht këto që janë zhdukur, janë të pari kuberushëm, të pari kthyshëm, dhe në base duhet gjurmuar më tej për të gjetur diku, sepse dhe mund të ndodhen. Duhet dim për shembull që ka një vështirësi në gjurmim të varietetet autoktone. Unë po marrë disa shifra për zonë e Korçës. Vetëm bashkia e Korçës, po marrë si territor bashkie, janë rreth 60 fshatra në territorin e bashkisë. Kolonja ka mbi 70, 76 e ka, po disa sot ekzistojnë si pika geografike vetëm në ardhë, sepse nuk ka më banor. Devolti janë rreth 24 fshatra. Po Gradeci, do të si bashki, janë rreth 60 fshatra. Pra, po ti marrësh në numrin e fshatrave, që ka, po I quaj qarku I Korçës, do të është një numër jashtëzakonisht I madh. Dhe vështirë që mund të shkosh në të gjitha fshatrat, ti shkelësh, ti gjurmosh, ti ulumtosh, për të gjetur ose për të listuar të gjitha varietetet e vendit që ekzistojnë akoma. Do shta një individi vetëm nuk arrin do ta bëj, por nëse ka një projekt nga ana e ministrisë për këtë qëllim, duke qenë se janë dhe vëmendja është e shtuar, paktën në muajt e fundit, lidhur me farat autoktone, duke qenë se ka një angazhim edhe nga vetë Ministria e Bujqësisë, kjo gjë mund të arrihet, pra nëse ka një koordinim nga lart. Juve përmendet atë botimin, ai është me grupa autorësh, 3, pra nuk është punë individuale. Edhe është vetëm një krahinë. E një krahinë të caktuar. Duhet të theksojmë që banka gjenetike, kombëtare, ose Instituti Resurseve Gjenetike, është emërtimi zyrtar, po I quaj banka gjenetike për ta thjeshtuar dhe emërtimin, ose dhe për ta bërë më të kuptueshëm, në punë e vetë, në misionin kryesor e ka ruajtjen dhe gjurmimin e varieteteve. Dhe kryesisht, banka gjenetike
ka një fond mbi 5.200 mostra ose aksesione dhe shumica e tyre janë vendase. Pra, është punuar në këtë drejtim në vite, vazhdon, për shembull banka gjenetike, por edhe në një institucion tjetër të gjurmoj, të grumbulloj, dhe kjo është një punë që duhet përmendur. Janë me rëndësi këto projektet që nxisin qoftë fermerët, qoftë edhe strukturat agroturistike, që pra duke krijuar një zinxhir nga kultivimi tek tregtimi i tyre dhe më pas në tryezën e konsumatorit. Kjo mund të jetë një nga rrugët shumë të mira për ruajtjen dhe zhvillimin e variteteve autoktone. Kemi prodhim mjaftueshëm për eksport, por ne mund të kënaqim pritshmëritë jo vetëm e qytetarëve tanë, por edhe atyre që na vizitojnë, duke ju ofruar një pjatë që është Korça ka disa varietete vendase domatesh. Po marr një kulturë, ashtu siç ka edhe në zona tjera. Por veçanërisht në Korçë dhe zonë e veriut ende dominojnë, do të thonë ose gjende varietetet vendase. Çka është vështirë ta gjesh në zonën bregdetare që mund të kultivohen ose mund të ruhen këto varietetet vendase. Tash një sallat, një pjatë sallat domate në një lokal në Korçë me domate sareke ose domate sanjollase, është 100% e ndryshme nga shija me domatet hibride që mundet të bëjnë një sallat. Dhe sigurisht që këto janë më të pëlqyeshme dhe për konsumatorin dhe mund të ofrohen në lokale të veçanta të zonës, pra si produkte lokale dhe për të nxitur zhvillimin e agroturizmit. Dhe në këtë drejtim, mendoj që varietetet autoktone janë të pazëvendësueshme. Nuk mund të themi të pretendojmë që domaten sareke të Korçës ta eksportosh, sepse ajo ka dhe një karakteristikë të veçantë që nuk ron për një kohë gjatë. Nuk ron për një kohë gjatë. Dhe ajo do konsum brenda do të konsum tregu lokal. Por në tregun lokal ajo mund të dominojë në të gjitha. Korçarët po pan domate sareke e njohin? E njohin, ka në qytet, tregtojnë në qytet, në fshatra po dhe në treg në qytet, po pan domate sareke, thonë do marr sareke, megjithëse mund të jetë me çmim më të lartë se domate. Vinë me çmim më të lartë. Pavarësisht se nuk kanë kosto. Kosto kanë, sepse fermerin të paka shumë të njëjtin shpenzime do të bëjë. Përjashto farën, që në varietetet autoktone ai e siguron vetë nga vitin vit dhe ruan, ndërsa në varietetet hibride mund të marrë farën, por zakonisht që kanë filluar të marrin fidan gatshëm. I prodhon një kompani, për shembull në Elbasan ose në ndonjë qytet tjetër, çrën si ka vendi, ose në Korçë nuk ka të tilla, dhe i marrin fidan të gatshëm dhe i kultivojnë Korçë. Dhe ato janë 100% për treg. Në rajonin, duke qenë se ne u ndalëm pak tek krahina e Gorës, duke sjellë në vëmendje atë çfarë është pjesë e këtij botimi. Pra, ju keni kërkuar varietetet të mollëve, po ashtu të dardhëve, po tjetër çfarë përfshin në pjesë aty nuk po me që juve e përmendet, edhe në Gora kryesisht jemi ndalur i pasuri për më shumë në drufrutorët, pra në kultura drufrutore, sepse është zonë që dallohet dhe ka një gamë të gjerë kulturash drufrutoresh, por dhe varietete shumë e pasura. Prandaj jemi përqendruar aty, ndërsa zonat e tjera dominojnë kulturat e perime, kulturat e arave dhe kulturat tjera. Pra Korça ose Shqipëria, nuk ka vetëm mollë, dardhë ose drufrutor, por i ka të gjitha kulturat e mundshme që shërbejnë për ushqimin e njeriut. Ka të dhëna se sa ka në total rajoni i Korçës? Po, një database të saktë nuk ka. Që jenë të regjistruara, të gjitha ato që quhen, është shumë e nevojshme. Që të ketë një database? Që të ketë një database bile çdo zonë ose çdo jo vetëm rajonin e Korçës. Jo vetëm rajonin. Duhet të ketë database në vetë të rezursave gjenetike lokale, ose të atyre që ne i quajmë varietetet të fermerit, varietetet autoktone, lantraca, që janë terma sinonime që përdoren për të zënësuar njëri tjetrin. Banka gjenetike ka një listë të gjitha farave që ajo ka të grumbulluara, të ruajtura në fontin e vetë. Por e ka një database, po i quajmë kombëtar, të pa specifikuar sipas zonave. Ai mund të shërbejë si material fillestar
për të nxjerrë dhe databezin e zonave dhe çantat Korçës. Sipas rajoneve, sepse një nga të dhenat e resurseve gjenetike që ka grumbulluar dhe grumbullon banka gjenetike, është dhe vendodhje ku ato janë marrë. Është me rëndësi ky, sepse nëse flasim për përshtatje sipas kushteve klimatike, jo çdo zonë është e njëjtë. Patjetër. Pra çfarë mund të kultivohet në rajonin e Korçës? Ajo që është kultivuar dhe kultivohet në Korçë mund të mos jetë e përshtatshme për të kultivuar në një zonë tjetër. Në një zonë tjetër. Dhe është e nevojshme që të ketë database. Pak a shumë ka një informacion të përgjithshëm, dhe edhe në fermerët, por dhe në specialistë, dhe në komunitetet të ndryshme, shumë të thonë, Korça ka këtë. Por të listuar të sakta, për shembull, nuk ka ndonjë nuk ka një database sa varietete autoktone domatesh gjenden në qarkun e Korçës. Unë mund të them, mund të gjenden 10, mund të gjenden 12, dhe më shumë 15, paktën, do të thënë që janë që ne i dim, por mund të ketë edhe tjera të pa eksploruara. Dhe bëri një database, pastaj është e nevojshme sepse ai do na ndihmojë që këto që janë sot të vazhdojnë të ruhen dhe të mos zhduken në të ardhmen. Sepse ato identifikohen dhe duke u identifikuar mund të ndodhë që në rastin më të mirë, pra nëse duam që ta mbështesim, pra institucionet ta mbështesin kultivimin e tyre, mund të hartojmë politika specifike, por ajo në momentin që identifikohet ndërmerren dhe masat e nevojshme për ta ruajtur. Dhe në fakt rreziku i azgjesimit, i asimilimit, pra me kalimin e kohës, sa prezent është, duke qenë se ka qenë një shqetësim që është ngritur edhe nga banka gjenetike, që disa fara autoktone me kalimin e kohës rrezikojnë që të humbasin. Juve thot me kalimin e kohës rrezikojnë të humbasin. Është vetëm rreziku i vetëm? Unë do të thesha, kanë humbur një pjesë. Kanë humbur një pjesë. Dhe nuk ekzistojnë më. Sa kanë humbur, do të thënë ka për kulturat veçanta që nuk gjenden, me në Shqipëri, që po thua janë zhdukur 100%, do të thënë, por ato që kanë humbur, nuk mund të rikthejmë. Problemi është, këto që janë ekzistueset, atë do t'i ruajmë që të mos humbin, mos kenë fatin atyre. Apo mos të transformohen. Juve kapë një problem, do të në ose një problem, një çështje që e konsiderojmë e vlerë, të mos transformohen. Kulturat bujqësore, një pjesë të tyre mund t'jenë me kryqëzim, do të në që kryqëzohen. Dhe fermerët e kanë vështirë për t'i respektuar rregullat, për t'i mbjellë në distancë një kulturë nga një tjetër, për të mos u kryqëzuar. Dhe kryqëzimi pastaj ndryshon tiparet themelore bazë dhe mund të krijojë tipare të ndërmjetme në varësi të kryqëzimit si mund të bërë. Por mund të krijojë edhe tipare të reja të dëshirueshme. Sepse një pjesë e varieteteve kultivarëve janë krijuar dhe nga kryqëzime natyrale. Dhe kjo është janë probleme teknike pastaj që më dhe kjo është dhe pozitive. Kur mund të jetë mirë dhe kur mund të jetë gabim. Është dhe pozitive dhe negative. Dhe negative, por është e vështirë që të ruhet. Sepse supozojmë kultura e specit. Epiperkës që i themi në Korçë, që të mos kryqëzohet duhet paktën 200-500 metra lart njëra me tjetrën, dy varietete. Fermeri nuk ka mundësi për t'i mbjellë. Atëra i mbjellë në të njëjtën parcel, ato kryqëzohen dhe gradualisht kanë filluar po humbasin tiparet tipike të tyre. Çka është një problem i cili duhet merren në konsiderat për të bërë seleksionimin dhe ruajtjen e tyre. Dhe kjo mund të bëhet me seleksionimin me pjesëmarrje që quhet. Pra, seleksionimi të bëhet në fermë, nga fermeri, në mbikëqyrjen e specialistëve. Por për këtë do mbështetje, do programe. Do programet posaçme. Mirë, profesor, do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, do të rikthehemi sërish për të diskutuar mbi këtë temë, që në fakt nuk është një temë që ne e trajtojmë sot, por një temë e cila merr edhe vëmendje ndërkombëtare. Këtu i referohem botimeve që një botimi të paktën nga një autor britanik që e përmend rajonin e Korçës edhe rëndësinë e kultivimit të farave autoktone. Apo jo, se kjo është në fokus. Pak publicitet e rikthehemi sërish.